sa po lash Top Channelin, sa po lash studion, kam ardhur te konferenca Pezës ku edhe kam për të votuar, është absolute detyrë të votosh. Kushdo që është i revoltuar, nuk e do fare, nuk e tërheq politika, do të thotë që nuk e tërheq vetja, sepse ata që vendosin për ty janë ata që ja jep ti pushtetin. Nëse do të vazhdosh të ankohesh, përsëri që pse gjërat janë mira ose jo, nise këtë reagim me veten tënde dhe me votën tënde. Është gjysmë ditë me diell. Shpresoj shumë që ju, megjithse mendoj gjithmonë që është shumë e rëndësishme që pushosh në fundjavë, dhe këtë e them për çdo që duhet ta bëj si rutinë të vetes vet, mbetet që kjo e diel nuk është e zakontë dhe duhet votuar si ta mendoni ju, pa u influencuar nga gjithçka që është thënë për politikën, por gjithçka që është thënë për ju. Mirë, do doja të ishte diell, gjithmonë duhet të jetë diell. Megjithëse ciklet e natyrës, ciklet e kohës, si dhe ciklet e politikës son të vogël, janë të paevitueshme, pavarësisht se njerëzit shpesh thonë që sa shumë gjëra ka për ndryshuar pse s'ndryshojnë, sepse ka ciklet çdo gjë, ka kohën e vet çdo gjë dhe koha e vet nuk zëvendësohet sado të duan të sa më shumë apo më pak të thonë që bëhen gjërat kështu ose ashtu, po të ishim ne ose ata. Në fakt, siç po vërteton koha edhe me ne, disa cikle nuk po ecin ashtu siç iluzionet tona për një sistem më të mirë do të ishin. Mirë, do të jetë një ditë e rëndësishme, cilën do ta vijojmë në Top Channel edhe në darkë, rreth orës 8 do të jemi aty në transmetim. Do të nisim atë që do të vijojmë atë që nisëm, po do të nisim me një analizë më të thelluar, sepse do të kemi disa rezultate. Janë dy njësi që janë të votimit dhe të numërimit elektronik. Është një nga diskutimet më të mëdha që duhet bëjmë, po sikur të ishte gjithandej votim dhe numërim elektronik, sa më mirë ndoshta do të ishte për rezultatin. Mirë, kalofshim. Ciao.